E para, Aleksandr, për cilin Pakistan, Kurdistan që të paskam sjell unë këtej e ke fjalën. As edhe një, zero, hiq. Por pavarësisht kësaj, unë besoj se një shqiptar kur s'duhet të flasë me përçmim për askënd tjetër. Se ne e kemi provuar padrejtësinë e përçmimit në Kurris. E kemi provuar me shekuj dhe gjyshit tanë i treguan mbar botës fisnikrinë e shqiptarit, duke rrezikuar jetën për të marrë në mbrojtje hebrejt, edhe pse shumica dërmuese të ishin musliman. Atëherë kur bota e mbari, i braktisi dhe i la të piqen në hellin e mizorisë raciste. E dyta, Aleksandr, BE-ja është stacioni i shpëtimit ton përfundimtar kombëtar nga hijet e të shkuarës dhe nga rirënjet në duar e në kthetra të tyre. Bekimi ynë i madh është që lindim, rrojm dhe vdesim këtu, në mes të Europës, dhe që BE-n e kemi sot një mundësi reale, të kapshme, të prekshme, me dorë, të realizueshme për veten dhe për fëmijët tanë, dhe për fëmijët e fëmijëve tanë dhe për fëmijët e tyre. Vetëm si pjesë e BE-s, liria jonë individuale do të jetë përfundimisht e garantuar. Barazia jonë para do të jetë përfundimisht e paprekshme dhe standardet e bashkëjetesës demokratike do të jenë përfundimisht të pakthyeshme dhe të mishëruar në institucione. E treta, Aleksandr, pasaporta shqiptare e BE-s do të na çlirojë. Do të na çlirojë një herë mirë nga pesha e diskriminimit si qytetar të dorës dytë këtu në mes të Europës dhe do të na bëjë qytetar të barabartë, me të drejta të barabarta, që nga studimet tek punësimi dhe deri tek përkujdesja shëndetësore në çdo vend të BE-s. Dhe thuash pastaj që shtetet e psuan keq nga ana ekonomike pse hyn në BE. Është një gënjeshtër e madhe që ti e ke ngrënë si manafer. Parafituro pak se çapësimi. Në 10 vite ne morëm mbështetje nga BE-ja diçka më shumë se 1 miliard euro. Me hyrjen në BE, të njëjtën mbështetje prej më shumë se 1 miliard euro do ta marrim çdo vit. Dhe imagjino për shembull se si do ta psoj fshati, bujqësia, si do ta psojnë fermerët. 300 milion euro minimumi në vit do të na vinë nga BE-ja për ta. Kështu që Aleksandr voto PS-n për BE-n dhe të hyjmë në BE për të marrë pasaportën europiane të Shqipërisë, si individ dhe si shtet. Ti si individ me kokën lart, Shqipëria e gjitha si shtet, krye lart, me flamurin atje, në Bruksel, në rresht, e para, si Albania, bashk me gjithë shtetet e tjera, e barabartë mes barabartëve. Oh, slow.